Nderuar teleshikues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 23 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë me ngjarjet më të rëndësishme të datës 23 mars, do të kthehemi në vitin 1848, ku Hungaria ngriti zërin për liri dhe shpalli pavarësinë nga Perandoria Austriake, një hap i madh drejt formimit të shtetit modern hungarez. Disa dekada më vonë, në vitin 1919, Benito Mussolini solli fillimin e një ideologjie që të ndryshonte fatin e Italisë dhe botës. Në këtë datë të vitit 1933, Adolf Hitler siguroi kontrollin absolut mbi Gjermaninë kur Reichstag miratoi aktin e fuqizimit, duke i dhënë pushtet të pakufizuar dhe duke hapur rrugën për një diktaturë që do të rëndiste historinë botërore. Nga ana tjetër, në vitin 1965 solli një hap të madh për eksplorimin e hapësirës. Astronautët John Young dhe Virgil Grissom u nisën në futurimin historik të Gemini 3, misioni i parë amerikan me 2 astronautë në bord. Më afër kohëve moderne, në vitin 2019 shënon një përpjekje globale për të ndaluar krizën e opioidive, ku Kina vendos të ndalojë prodhimin dhe shpërndarjen e fentanilit dhe analogëve të tij. Por në këtë datë erdhën në jetë gjithashtu dhe shumë figura të shquara dhe në vitin 1749 në Francë lindi Pierre-Simon Laplace, njeriu që hodhi dritë mbi astronominë dhe matematikën. Në prag të një shekulli të ri, në vitin 1900 erdhi në jetë Erich Fromm, filozofi dhe psikologu që do të analizonte psikikën njerëzore dhe shoqërinë me një sy kritik. Në vitin 1912 bota pa lindjen e Wernher von Braun, njeriu që ndihmonte NASA të arrinte yjet. Në fushën e sportit, vitin 1929 solli në jetë Roger Bannister, i cili do të thyente rekordin e 1 miljes në 4 minuta, duke sfiduar kufit njerëzor. Dhe në vitin 1976, Brazili mirëpriti Ricardo Zonda, pilotin që do të sfidonte shpejtësinë në Formula 1. Nga ana tjetër, kjo ditë ka qenë dhe e fundit për disa figura të mëdha dhe në vitin 1369 Pjetër i Kastilistes u vra nga vëllai i tij duke i dhënë fund një mbretërimi të trazuar. Në vitin 1842 letërsia humbi Stan Halin, autorin e Kuqja dhe e Zeza, i cili la pas një trashëgimi të pavdekshme. Në botën e artit, vitin 1953 shënoi humbjen e Raoul Vduafi, piktori që sfidoi ngjyrat dhe formën në stilin fauvist. Në vitin 2011, bota e kinemas humbi Elizabeth Taylor, një nga ikonat më të mëdha të Hollywoodit, e njohur jo vetëm për talentin e saj, por edhe për bukurinë dhe filantropinë. Dhe në vitin 2016, aktori Ken Howard, i cili kontriboi si artist dhe udhëheqës i sindikatës së aktorëve, u nda nga jeta duke lënë pas një trashëgimi të pasur në botën e televizionit. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. I pasur me vitamina dhe minerale, kastraveci ofron veti të shumta të dobishme dhe gjithashtu është veçanërisht i përshtatshëm për të gjithë ata njerëz që duhet të mbajnë një dietë të kontrolluar. Hipertensioni, fal përmbajtjes së kaliumit, konsumimi i rregullt i kastravecave është në gjendje të favorizojë eliminimin e lëngjeve të tepërta me një efekt të dobishëm për presionin e gjakut. Ata janë pastrues dhe diuretik. Kastraveci është i pasur me ujë dhe kalium, pra një alat i shkëlqyeshëm për hidratimin e trupit dhe për të kundërshtuar mbajtjen e ujit. Kastraveca gjithashtu ndihmojnë në pastrimin e trupit dhe eliminojnë toksina dhe substanca të tjera. Parandalimi i gurëve fal vetive të tyre pastruese, ato pengojnë formimin e gurëve në veshka. Konsumimi i rregullt i kastravecit ndihmon në uljen e niveleve të acidit urik, duke lehtësuar procesin e shërimit të artritit, një sëmundje dhimbshme që shkakton inflamacion të nyjeve. Ato ju ndihmojnë të humni peshë, pasi acidi tartarik i tyre është në gjendje të ndihmojnë në humbje peshe, pasi parandalon shndërrimin e karbohidrateve në ynd dhjamor. Ato kundërveprojnë me radikalet e lira. Ky veprim është i mundur fal pranisë së antioksidantëve si vitamin C, beta-karotene, luteina dhe zeanthina. Kolesteroli ullët. Kastravecat përmbajnë sterol,
substanca të cilat ndihmojnë në kundërveprimin e kolesterolit të lartë. Për këtë arsye, konsumimi i rregullt i kësaj perimeje promovon mirëqendjen kardiovaskulare, ndihmë kundër diabetit. Kastraveci nuk ka fare karbohidrate dhe është i pasur me fibra dhe për këtë arsye ai ndihmon për të mbajtur nivelin e sheqerit në gjak të ulët, shumë e dobishme në rastin e diabetit. Zbut dhimbjet e kyçeve. Ai gjithashtu ndihmon syt tuaj. Vënia e kastravecit mbi sy është diçka që ne shohim shpesh në qendrat e bukurisë, por ka një efekt mjaft pozitiv tek syt. Kastraveci ndihmon kundër diabetit, ul kolesterolin dhe kontrollon tensionin e gjakut. Lëngu i kastravecit përmban një hormon që i duhet qelizave të pankreasit për të prodhuar insulinën, e njohur për të mirat që sjellin pacientët me diabet. Kërkimet kanë treguar se ata përmbajnë dhe një përbërës që ndihmon në uljen e kolesterolit. Kastravecat përmbajnë shumë fibra, kalium dhe magnez. Këta përbërës veprojnë për rregullimin e tensionit të gjakut. Ndaj kastraveci është i mirë për trajtimin e tensionit të ulët, por edhe të lartë të gjakut. Ata përmbajnë vitaminat A, B, C, K, si dhe minerale si mangan, bakër, kalium dhe magnez, që janë të rëndësishëm në krijimin e një sistemi imunitar të shëndetshëm. Dhe kur trupi dhe sistemet imunitare janë të shëndetshme, shpesh kjo reflektohet në flok, thonjë dhe lëkurën tuaj. Përveç kësaj, ato janë të pasura me silicë, e cila është e nevojshme për zhvillimin e indeve të forta lidhëse të shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar arritjen e flokëve të shpejtë dhe të fortë. Sipas një artikulli të botuar, sulfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribuojnë në flokë të shëndetshëm. Përmirëson tretjen. Si të përmendëm në fillim, kastravecat përmbajnë nivele të larta të ujit dhe fibrave. Së bashku, këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj, duke promovuar bakteret e mira në zor që të rregullojnë lëvizjen e zorëve dhe duke parandaluar kapsllokun. Kujdeset për shëndetin e zemrës tuaj. Është e njohur gjërësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmon që zemra të lëviz gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë më efikase. Në të kundër, ulumtimi ka gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribuojë në sëmundjet kardiovaskulare. Për biografinë e sotme kemi sjellur të flasim për Ken Howard, një jetë në skenë dhe ekran, një ditë të bukur vjeshte më 28 mars 1944 në qytetin e Pacific Palisades në Kaliforni, lindi Kenneth Joseph Howard Jr., një djalë që do të bëhej nga figurat më të njohura të televizionit dhe teatrit amerikan. Që në fëmijëri, Ken tregoi një pasion të madh për artin dhe performancën, një pasion që do të shoqëronte gjatë gjithë jetës. I gjatë me një pranim breslënse, Howard u shquaj vetëm për talentin e tij artistik, por edhe për inteligjencën dhe për kushtimin. Studimet e tij filluan në Amherst College, ku ai jo vetëm që shkëlqeu në arte dramatike, por edhe në sport, duke luajtur basketball. Më vonë ai ndoqi studimet në shkollën e dramës në Yale, duke përgatitur veten për një karrierë që do ta bënte të njohur në të gjithë Amerikën. Ken Howard bëri debutimin e tij në Broadway në fund të viteve 1960 dhe arriti sukses të madh me rolin e tij në shfaqjen Child's Play në vitin 1970, që i dha edhe një çmim prestigjioz, Tony Award. Por ishte televizioni ai që do ta bënte një figurë të dashur për publikun. Në vitin 1978, ajo bë fytyra e serialit legjendar The White Shadow, ku interpreton rolin e një trajneri basketbolli që udhëhiqte një ekip të djemve nga lagjet e vështira të Los Angeles. Ky rol i dha atij një vend të veçantë në zemrat e shikuesve dhe e bëri një nga aktorët më të njohur të kohës. Pavarësisht suksesit të madh, Howard përjetoi dhe sfida personale. Ajo përballej me probleme shëndetësore, përfshirë një transplant veshke, që detyroi të luftonte me vështirësi të shumta. Megjithatë, ai vazhdoi të punonte dhe të ishte një mbështetës i madh të drejtave të aktorëve dhe industrisë së argëtimit. Më 23 mars 2016, Ken Howard u nda nga jeta në moshën 71 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të pasur në botën e kinemas dhe televizionit. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete dhe sot të flasim për një kuriozitet mbi muzikën, 12 nota dhe magjia e krijimit muzikor.
Muzika është një botë e pafundme mundësish dhe në dukje mund të mendosh se për të krijuar një kompozim të pasur janë të nevojshme një numër i pafundë notash dhe harmoni, por në të vërtetë për të krijuar një simfoni, një kompozitor ka në dispozicion vetëm 12 nota të ndryshme. Ky është thelbi i muzikës perëndimore dhe bazohet në sistemin e notave që përdorim për të formuar çdo melodi, çdo harmoni dhe çdo kompozim. Në sistemin ton muzikor, ato 12 nota përfshin 7 nota të bazë, të cilat përsëriten për çdo oktavë dhe gjithashtu përfshin 5 nota të ndërmjetme të quajtur nota të mpreta, dhe të cilat krijojnë ato ndarje të vogla që japin ngjyra të ndryshme në muzikë. Ky është një sistem që daton nga periudha e rilindjes dhe është përdorur për të krijuar çdo lloj muzike që kemi sot. Kur një kompozitor i njohur si Beethoven krijonte simfoni të tilla si Simfonia nr. 9, ai përdorte këto 12 nota për të krijuar melodi që mund të preknin shpirtin e çdo ndihmësi, pavarësisht se këto nota ishin të kufizuara. Ai mund të kishte diçka që donte, ndryshime të harmonisë, ritme që jepnin thellësi dhe pasuri, të gjitha ato mundësi që ai shfrytëzonte për të krijuar veprat e tij të pavdekshme. E njëjta gjë mund të thuhet për çdo kompozitor, nga Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, deri te kompozitorët modern si John Williams. Ata të gjithë janë të kufizuar në këto 12 nota, por përmes kreativitetit të pafundë dhe aftësisë për të manipuluar ato nota në mënyrë të ndryshme, ato krijojnë një pasuri të jashtëzakonshme muzike. Tani do të ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 23 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë dallgëzime 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 9 deri në 17 gradë, Peshkopi 8 deri në 11 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 17 gradë, Durrës 9 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 18 gradë, Elbasan 9 deri në 16 gradë, Berat 11 deri në 16 gradë Celsius, Korç 6 deri në 15 gradë, Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri në 9 gradë, Sarandë 9 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm. E gjithë ditën do të mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 6 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 14 gradë, Skënderaj 6 deri në 15 gradë Celsius, Pej 7 deri në 15 gradë, Prishtinë 7 deri në 13 gradë, Gjakov 6 deri në 16 gradë Celsius, Malishev 7 deri në 15 gradë, Gjilan 4 deri në 14 gradë, Perizaj 6 deri në 15 gradë Celsius, Kaçanik 6 deri në 13 gradë, Suharek 8 deri në 16 gradë Celsius, Prizren 8 deri në 17 gradë. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të rishim me sërish një sër deri atëherë, mirë të takofshim.